Kurani Fisnik në Mekë i trajton dy tema kryesore. Gjitha ajetet e Mekës kryesisht me thonë e trajtojnë temën e besimit në Zotin një, bindjen ndaj një Zoti suprem, absolut, edhe e dyta e trajton çështjen e vlerave. Kurani punën e besimit në Zotin dhe punën e vlerave nuk e ndan. Për shembull, në surën El-Mutaffifin, Allahu i manushëm fillim të surës e hap kështu thotë: të mirët ata të cilët masin keq, tradhtojnë në matje. Specifikisht mund të themi që bëhet fjalë për matjet në peshore, mirë po nuk përjashtohet mundësia që Kurani na flet edhe për një farë objektivizmi. Do më thonë, të mirët ata që nuk janë objektiv kur masin. Tash na mund të masim ka njëherë pesha, po ka njëherë mund masim edhe çështjet e natyres morale. Kur të gabon djali yt, nuk e sheh. Kur të gabon ai atina e bë bishk. Që kjo është matje me defekt, si e korrekt. Apo kupton, kur të gabojsh ti, Zoti ma fal. Kur gabon tjetri, e bën bishk. Domethënë është defekt në matje. Të mirët ata që masin keq. Kur matin për veten, e marrin të plot. Kur është pyetje me do për veti, janë shumë korrekt edhe e dojnë të plot. Kur matin për të tjerët, kur i matin të tjerët ose matin për të tjerët, gjithmonë u japin në mënyrë të mangët ose në formë të mangët. Etash. Çto tri ajete janë thirrje për ndërgjegjen njerëzore. Zoti e thirr ndërgjegjen që mos me kone pa drejt, veçanërisht në ekonomi, në fushën e ekonomisë. Mirë, po çysh e ndërlidh tash që se na temin e kena me ndërlidh besimin me vlerat. Ti je besimtar, zguzo me mashtru. Sepse mashtrimi e hub besimin edhe e hub kuptimin besimit në Zotin. Tash çysh e lidh Zoti? Çfarë thon vazhdim? A nuk mendojnë këta njerëz se do të ringjallen? Që tash këtu intervenon besimi, roli i besimit. A nuk mendojnë këta njerëz që do të ringjallen në një ditë madhore? Dita kur njerëzit do të qëndrojnë para Zotit madhnushëm. Shihni sa mënyrë perfekte e ndërlidh, domethënë çështjen e besimit Zotin, daljes para Zotit, besimin që kemë dhënë llogari para Zotit, edhe çfarë do lloj njëllosje ndërgjegjes përballë matjeve ose tradhtisë që mund t'ja